Bajrami I parë pa shpatin, Selvia e kujton me fjalë prekse. Një mesazh prekës që ka tronditur rrjetin vjen nga Selvia Jao, e cila kujton me dhimbje bashkëshortin e saj të ndjer, Shpat Kasapi. Me fjalë që burojnë nga zemra, ajo shkruan: "Më plasi kjo zemër nga mungesa jote o jetë sa të vetëm na ke lënë bashkë me Roelin, nuk e di si do të vijë festa e Bajramit pa praninë tënde." Kjo thirrje e mbushur me mall dhe dhimbje tregon boshllukun e madh që ka lënë pas humbja e tij, veçanërisht në prag të një feste kaq të rëndësishme si Bajrami. Familja, kujtimet dhe dashuria mbeten të gjalla, por mungesa e tij ndihet më shumë se kurrë. Ky mesazh ka prekur mijëra njerëz, duke u kthyer në një simbol të dhimbjes, por edhe të dashurisë së përjetshme. Kujtimi për të do të jetojë gjithmonë në zemrat e më të dashurve të tij. Sepse dashuria e vërtet nuk shuhet kurrë, edhe kur zemra është e thyer.